Peshkatarët e Pogradecit kanë kundërshtuar urdhrin e Ministrisë së Bujqësisë, i cili ndalon përkohësisht peshkimin me rjet në liçenin e Ohrit, pjesa e Jon. Vendimi është marrë për të mbrojtur specien e klenit, i cili ndodhet aktualisht në periudhën e shumimit, për ai godet punën e peshkatarëve, të cilët e kanë mënyrë jetese për familjet e tyre. Në këtë kuadër, peshkatarët zhvilluan këtë të mërkur një takim me kryetarin e Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, ku vendos që të dorëzohet një peticion për rishikimin e këtij vendimi. Sipas peshkatarëve, ndalimi i përgjithshëm i peshkimit me rjet penalizon padrejtësisht edhe ata që synojnë specie të tjera, si kundër Korani. Peshkatarët kërkojnë që të lejohet peshkimi në distancë mbi 1500 metër nga bregu i liçenit, pasi në këtë distancë nuk preken speciet në shumim. Kryetari tha do interesohet me përgjegjësit përkatës të ministri, edhe sipas ligjit do mundohem me më të mirën. Do dërgoj shkresë të ministri, edhe brenda 24 orëve do na kthej përgjigje. Ky urdhër përpara nuk ka qenë që gjyshe kleni. Kleni zakonisht rushe në për pjesën ku rrishe në anët të liçenit, dhe në thellësinë që jemi në mbi 300 metra, asnjëherë s'ka qenë ndaluar. Jo ndikon se ne ngelemi pa bukë, tash i peshku është i tërë përsipër mbi ujë, Korani. Tash ky stëlete edhe çto rrit që zemë neve. Me grep nuk ka, nuk e haj, se nuk pi grepi tash në Koran, në peshk, se ajo është përsipër, grepat janë poshtë, e nuk qellojnë, e ta veç grep në lart nuk gjuan grepi atje. Dhe gjuan vetëm e rrita. Zem peshkun e shesim që ushqemi. Qa mëse të ushqemi? Po përpara s'ka ndodhur, që ku e mund të thoshin kështu, po ne punonim gjinde. Kurse si vit, automatikisht që asnjë kushtoziret, na vinë këta të kufirit, na ndëshkojnë, na marrin rrita, na dënojnë 2 milion gjopë. 2 milion gjopë për një peshkatar që ai nuk i nxjerr 2 milion tër vitin atje. Ne kemi erdhur se në liçenin e Ohrit është ndaluar 7 muaj. Dhe 7 muaj ne nuk kemi kuklla që të të tallemi sa të shkojmë me të lajemi. 7 muaj. Dhe duam që sa më pak më mirë dhe të mos na shqetësoj njëri për azjet, se ai që merr djersën tonë duhet i marrë Zoti gjakun e fëmijëve. Jemi dakord të gjithë peshkatarët me këtë që mos zgjidh një lloj peshku i tillë. Nëse peshkatari kapet me një nga ato lloj peshish, të dënohet. Ama ne me Koran kemi punuar kaq vite. Nuk të dim nga na erdhi kjo tashi që thotë ora është ndaluar të punosh me Koran në maj. Ne këtë kërkojmë, jemi të rregull me licencë. Kemi gjithë rregull, kemi 30 ca vite që pagojmë licencë me breza, edhe nuk e kuptuan si vjet që kjo ndalimi i Koranit. Në rrethin e Pogradecit operojnë mbi 120 peshkatarë, të cilët nga ky vendim janë prekur drejt për drejt. Ata kërkojnë gjithashtu që zgjidhja të vijë sa më shpejt për të mos rrezikuar një tjetër sezon peshkimi, por edhe të ardhurat e familjeve të tyre.